Urdhri Mjekut në Korçë ka organizuar një konferencë me pjesëmarrjen e mjekëve specialist nga i gjithë qarku i Korçës, të cilët kanë diskutuar mbi rastet klinike që hasin çdo ditë, duke ndarë eksperiencën me njëri tjetrin. Konferenca është titulluar Pasqyra klinike, mësime nga raste të vërteta. Ky takim është një konferencë që do zhvillohet sot, e organizuar nga Ample, me të gjithë mjekët e prefekturës, të thuar, sepse janë edhe të Korçës, dhe Pogradeci, dhe Erseka, dhe Bilishti, me tema për pasqyrimi klinik i rasteve të vërteta. Janë raste të cilat mjekët përballen çdo ditë dhe do japin eksperiencat e tyre, mendimet e tyre, mënyrën se si i përballojnë këto situata realisht. Unë besoj që ndarja e mendimeve në raste konkrete vlen për të gjithë, sepse atje shkëmbehen mendime, bëhen pyetje. Gjatë konferencës kanë referuar disa prej mjekëve nga i gjithë qarku, duke sjellë raste klinike specifike, të cilat janë diskutuar më pas, si një eksperiencë e vlefshme për të gjithë mjekët që çdo ditë sipas specialiteteve të tyre përballen edhe me raste të vështira, të cilat kërkojnë një ndjekje dhe trajtim të veçantë.